Të nderuar teleshikues të Akrolis TV, kemi menduar që një emision në kuvend ta sjellim të martë nga Spaçi, nga ish burgu politik i Spaçit. Një vend që mban histori të trishta, mban dhimbjen dhe pikën e gjakut. Tu është edhe revolta e parë në 1973, është ngritja e flamurit pa yll, pikërisht në këtë vendin këtu, është qendresa e mira dhe mira burrave që u detyruan të punojnë këtu në kampin minier, vendi më i veçantë gulagu shqiptar në gjithë Evropën e lindjes. Është një aktivitet që tek bunkeri ka bërë sot. E kam ndjek në detaj. Do t'ja u sjell, do keni intervista shumë bukur. Kësaj radhe do ketë një ekspoze që lidhet me maskat. Prandaj ka përtej maskave. Është një ekspoze shumë interesante, ku janë punuar 35 maska nga punojësit e administratës që janë këtu. Madje që nga policë, brigadier, zjarmtar, edhe zvens komandanti i burgut të asaj kohe, i cili më ka rrëfyer për në kuvend në Akrolis TV. Është e veçanta, asnjë televizion deri tani nuk e ka këtë intervistë, është një intervistë shumë e bukur. Ndërkohë, ai momenti aty ke godina ku ka qenë komanda e repartit, ajo që më ka pëlqyer shumë ka qenë edhe ana meditative. Ana meditative e të rive që kanë ardhur sot, janë pafund, ka shumë të ri që kanë ardhur sot dhe kanë ndjek gjithçka është bërë këtu, dhe aty ka rrëfimet e njerëzve të komandës, pra, dhe pash se me çfarë vëmendje ndiqe rrëfimet, qoftë një polici, qoftë një zjarmtari, qoftë këtij zënës komandantit të repartit 303 që ishin atë kohë, e me radhë. I ndiqni të gjitha këto tani, do t'i ndiqni përmes pamjeve, përmes intervistave që ne kemi sjell nga ish burgu politik i Spaçit, sot një ditë tetori. Një nga emisionet më të veçanta dhe besoj do të jetë një nga emisionet më të veçanta që është bërë në mediat shqiptare. Sot jemi tek ish burgu politik i Spaçit, pjesa muzeale që është këtu. Do të përcjellim një speciale për Akrolis TV. Do të jetë një speciale që besoj ja vlen, edhe pse një ditë me shi do dojmë që të ishte më mirë, sepse një kohë të mirë do kishim bërë disa filmime me dronë etj për ta sjellë Spaçin në një ditë shumë veçantë siç është sot, një aktivitet që zhvillohet nga tek bunkeri. Është një organizatë shoqërore që, me thënë drejtë, dhe personalisht unë e kam mbështet, por mendoj që bën një punë shumë mirë sepse le diçka konkrete. Në një vend ku realisht prej vitesh e vitesh në pikpamjen e muzeut të kujtesës nuk është se ka një kujdes dhe akoma është në zvarritje sa i përket për ta bërë muzeun e ish burgut politik të Spaçit. Gjithsesi rrim tek dita e sotme. Këtu në hyrje, këtu ka qenë hyrja e burgut, pra është hyrja dhe është komanda, vendi i komandës. Tek bunkeri ka bërë një gjë shumë bukur atje ku ne do ta filmojmë atë, do t'ja sjell. Pikërisht është tek dhomat poshtë, është dhoma e madhe ku ka qenë kuzhina, vendi ku Harin Buki ishte burgosi politik, është një sallë që është kthyer në një farë mënyrë një sallë workshopesh, e lën siç ka qenë në atë kohë, dhe aty është bërë një nga dhomat e ish burgosëve, janë vënë nuk e di, 20 e sa rreth 30 maska është punuar me maska. Do me maska çfarë? Do ta zbulojmë aty. Maskat e ish burgosëve politik që janë gjallë sot, cilë kanë rrëfyer përmes një teknike audiovizuale dhe është gjë shumë interesante. Ndërkohë sot po me maskat po vazhdon aktiviteti që vazhdon sot, pra përtej maskave, është pjesa e parë ku do hyjmë ta shohim, do ta filmojmë, është pikërisht një sallë tjetër e vogël ku janë maskat e atyre që kanë shërbyer në atë kohë, që nga operativë që kanë shërbyer, por dhe tjerë brigadier, punës, zjarmtare ku diun, le t'i shohim atje, pra të shkojmë t'i shohim atje. Sa për kuriozitet, pra po të shohim kjo hyrja siç është këtu. Këtu ka qenë vendi i ushqimeve, ja thotë t'ju bëj pak gujit kështu.
veni ku kontrolloi ushqimet, se ka qenë një portë e madhe këtu dhe veni ku kontrolloheshin ushqimet. Jo vetëm unë, si njeri që jam marrë me kulturën, por edhe tjerë shoqata, organizata jo qeveritare kanë bërtit me të madhe sepse filluan me salatu këtë venin këtu. Tu kontrollohej ushqimi, pra kaloshin si thosh në detektorin fizik që ishte në atë kohë për të kontrolluar çdo gjë, domethënë që binin në torbët, që binin familjet e ishte burgosë politik në këtë vend. Pra ja këtu është. Dhe ajo që është e veçanta, po ta shohim që për mua edhe ky sovatimi që është bërë duhet heq. Sepse kjo pjesa e tarazës sipër është bërë me shtyllat e minjerës, pra aty ku punonin në thellësi mbi 1 kilometër me shtyllat e minjerës që punonin atje. Edhe i herë absolutisht ka drejt çdo kush që din se si konservohet një muze. Në mënyrë më kategorike nuk duhet lejuar asnjë prekje, asnjë lloj tulle, asnjë lloj savatimi etj me radhë. Ka mënyra shkencore për t'i bërë të qëndrueshme siç ndodh në gjithë botën, edhe në Mauthausen etj, por nuk bëhet rekonstruksion, se atëherë njerëzit po ta savatosh te kujtojnë pas ka qenë vend turizmi. Kështu që ja të shohim te pjesën këtu, edhe këtu s'm pëlqej fare që nuk e kanë heq savatimin. Ja të shohim aty, ja shihni këtu. Pra këtu tani është vendi i pritjeve speciale. Kanë bë, sa mësi, bravo Arneni tani, Arneni tek bunkerit, ai e sill këtë gjë. Edhe pas ka bën një koktejl mu këtu, kanë qenë dhomat e pritjeve speciale, shihni këtu. Ja. Pra këtu për shembull, familjar, pritje speciale ta bëjmë të qartë, domethënë burrat ishin burrat martu këtu dhe vinin për shembull familjet, gruaja etj, më radhë normal, kishte pritje që ishin disa orë, kishte pritje që mund të ishte një natë. Po ashtu. Dhe po këto duhet të jenë ashtu siç kanë qenë, jo me savatu këto. Ja, këtu ka qenë vendi, por do ja mund ta filmosh pak Bledi, se kam Bledi si me vete. Absolutisht suvan me duhet heq sa më shpejt. Ndërkohë që hym tu në pjesën tjetër, ka pas disa tabela sinjeristike dhe Luiz Milla ka qenë i pari që që të paktën bëni disa gjëra për muzeun këtu. Mirë, po nuk është më këtu, kështu që uroj që të ribahet, sepse edhe shqip dhe anglisht jep një farë mënyrë, një guide, është një guide. Dhe shohim këtu, porta hyrëse në burg. Ja, këtu ndahej zona e burgosëve me administratën, është edhe shqip edhe anglisht. Kemi parasysh se këtu është veni ku qëndronin ishte burgosë politik. Edhe janë fjetorët janë këtu dhe gjithë shërbimet që baj, ndërkohë që minjera ishte sipër, pra ata që punonin ishin atje sipër fare, ishin atje sipër, ku është fabrika e minjerëve, ku ka protest. Për fat keq, e kam thënë një koment. Është ironike, nuk e di, nuk di çfarë jam më i vu. Në atë kohë kur 73-shin këtu bën një nga protestat më të fuqishme, edhe ishte momenti kur Shqipëria, nëse do të kishte ndjek parimet e asaj proteste nga ish burgosi politik, Shqipëria do kishte kaluar ndërkohësi me kohë. A këton. Dhe këtu tani këtu ka protesta që sipër, është protesta e minatorëve. Sot në vitin 2025, ndaj koncesionarit, se koncesionari rri atje. Atje kanë qenë galeritë, 4 galeri. E para, e dyta, e treta dhe e katërta. E dyta, atje ku është fabrika ka qenë minjera, ka pas galeritë e piritit. Zona më e vështirë. Zona më e vështirë ka qenë pikërisht atje sipër. Vim një detaj, këtu është bërë në këtë këtu, po të shohim këtë terasën, dhe këtu është bërë greva e ishte burgosë politik në atë kohë, dhe kur është shtyp, domethënë kjo ka qenë pjesa që patën marrë në dorë ishte burgosë politik, dhe atje ku është ai flamuri, shihni atë flamurin atje. Ka ai flamuri atje për herë të parë, pra ajo shtiza tani është risjell, domethënë është risjell është risjell në mënyrë muzeale normal, por ngritja e flamurit dhe që për herë të parë në Shqipëri ngrihet flamuri pa yll nga ishte burgosi politik të Spaqit. Kjo është ekspozita e parë që është bërë, ekspozita e parë para disa kohësh, dhe tani po vizitohet sërish me masat. Masat e që burgosi shikën shumë, se në thashë janë edhe në 30, por çisa janë. Pra gjitha janë, është një mënyrë shumë interesante se si është ekspozita. Në mos marrim tek nuk visi të shenë, por është një në moment që t'i vetë
të mekanizëm për të dëgjuar, dëgjon në mënyrë audiovizuale, dëgjon gjithçka ka ndodhur sipas kujtimit të secilit prej tyre. Është një mrekulli që Arneni me tek bunkeri e ka bënë në mënyrë fantastike këtë dhe është e para herë që bëhet një diçka serioze në ish-burgun e Spaqet. Ndërkohë që atje sipër do të shohim pjesën tjetër që ka të bëjë me punojësit e shërbimit. Punojësit e shërbimit, sepse një muze nganjëherë nuk perceptohet muzeu në dy rrethë. Absolutisht. Muzeu është muze, ka metodologjinë e vet, e cila ka parime shkencore në saj. Atëherë gjithsesi që ka punuar shumë mirë, që kanë përgjigjë edhe punojësit e jashtëm dhe komandës kanë Ku e pa me emër njën? Kjo është Ndrej Marko. Ndrej Marko. Edhe kështu sa interesant tregon metodat e pyetjeve të nosit asaj kohë metodat. Diversionet që bën mes shokësh, ata që pranuan, s'kan pranuar. Sa bukur ato këta? Po, 10 vjet kishin lirë thotë të novë. Shokët e mi, njëri 13, tjetri 15. Pra, shiko, këtë ja u thash nuk është se ta sjell të gjithën, po ja u thash përmes kësaj. Përmes saj, një nga ata, cilët kjo është puna më e mirë muzeale, që është bërë deri tani në Burgun e Spaqet. Sepse për Burgun e Spaqet realisht për muzeun, që do të ishte një muze dhe është shumë i vizituar. Për shembull, të ketë një kujdes nga pikpamja muzeale, nuk është ky kujdes. Dhe është një një organizatë që deri tani ka bërë një gjë shumë mirë. Edhe i them edhe një herë Arnen bravo. Kjo është mekanizmi do të thonë. E kështu është tjetri që më radh. Po jam 3 sa janë. 3 shumë. Ate shiko, sot folje aty, folje e keshu dhe me pëlqeu mënyra se si folje. Ti ke qenë zëvendës komandant i burgut? Dhe komandant i repartit 303, një Gurt Spaq. Edhe në Gurt Spaq, kur po burgu aty për ti? Për herë të parë, unë kam qenë komandant i repartit, që kam filluar që nga zeroja derisa ika në 89. Edhe erdha këtu. Po. Do të thonë sa vite i takon që ke punu? Në 5 vjet e 4 muaj. Në këtë zonë. Ma thuj drejt, sot që ke ardhur, çfarë ndjen? Nostalgji kam, sepse kam kaluar vështirësi serioze, puna shumë e vështirë, njerëz të vështirë. Më koncidoj që kisha dhe një pjesë të kuadrave jo të mira, si isha komandant reparti atje. Kishte vartësinë edhe nga Spaqi, por unë nuk u implekova me Spaqin asnjëherë, sepse i kisha çdo gjë desha ta bëja vetë. Kisha fatmirësisht për gjithë sektori një Fran Jushin, që ju du ta njihni shumë mirë. Që Fran Jushin jo vetëm që na le të puna, kishim marrëdhënie pune, po çdo gjë e gjenim tek njëri tjetri, sigur të ishim prej shumë kohësh kolegë. Edhe shpesh unë e prezantoj si komisari i repartit. Pavarësisht se kisha komisar. Shiko tani, pas kaq vitesh, ti a ke bën një reflektim në vetvete për të kuptuar, sinqerisht për të kuptuar se në atë kohë, unë me thënë drejt kam hyrë fëmijë. Kam hyrë dhe unë po mendoj armiqtë e popullit, mendoj si kanibale. Në fakt nuk ishin tillë. Tani në reflektimin tënd se ti ke qenë drejtues këtu. Unë për vetët time të dënurit politik i kam pas një koncept ndoshta me kohë. Që kur kam shërbyer në Gardën e Republikës, më qenë oficer në Gardën e Republikës, atje kam filluar karrierën ushtarake, në mjedisin e Mbranshës kam punuar 3 vjet dhe shikoja shumë gjëra që nuk më pëlqenin. Unë lash arsimin, se isha mësues, lash arsimin dhe pranova pas shumë kërkesave që të bësha oficer. Por ta kisha ditë që ishin këto vështirësi, unë më kisha net mësues aty ku isha në fshatrat e Burrelit, se sa isha oficer. Tu, kur kam marrë dhe kam takuar të dënurit politik, po të them vetëm një emër, po të përmend emrin një stref Kelmendit, ish nga Kosova, i ardhur që në moshën e re në Shqipëri, dhe e takoj
Ka qenë një urë e qunim ura që bashkon kontinentet, një Ka pasareli. qenë pjesa këtej, ku rrinin me kalu për me urgjitësi për kemi njëra. Jo, ishin politikanët më tonë, ordinerët këtu. Ordinerët, po. Dhe i them policët më duhet një të dënuar. Quhet Estref Kelmeni. Erdhi. Thash më njeh mu, jo tha. Hoqa kapelen, po tani, jo tha. Jem nu e fufi, tani po tha. Më vjen keq që u takuam në pozicionet kundërta. I dënuar 25 vjet, ai ka qenë një vit para meje përmaru, ai për histori gjeografi dhe unë për histori gjeografi, kemi qenë një vit më i madh se unë. I thash, për çfarë ke nevojë, më thuaj të vinë ndihmë. Dhe kërkesa ime e vetme është mos më kërko takim kështu publik, sepse thonë është spioni i komandës. Ishte kërkesa e Estref Kelmenit, që se harroj kur, nuk di është gjallë apo jo sot. Dhe i thash të gjej një vend pune, të marrësh 5 ditë, që ishte zbritje, disa privilegj nuk pranoj asnjë. Do të rri 6 qirsh, kështu ishte quheshin ato që nuk punonin. Mas që i farkohet duke qenë unë oficeroje, vjen tani tha kam nevojë për ty. Edhe e shoh ishte dylli verdh. Jam shumë i smurt. I thash pas ke fat, që kanë ardhur degashnicis këtu. Ik më prit ke infermieria, infermieri ishte këtu. Mos u bësh kjo këtu. Edhe e nis me urgjencë parashan. Me shoqëru me policin dhe gjatë gjithë, duke qenë oficerojnë, gjithë natën moran telefon policin për të parë përgjendjen shëndetësore e tij, i kishte plas apendiciti, edhe aq vullnet të fortë kishte sa nuk kërkoi ndihmën as të infermierat, asgjë, shkonte vetë krynte nevojat e veta, megjithëse ishte i operuar. Dhe kur del, nuk e di që kishte dalë nga spitali mas sa ditësh, vi këtu ke infermieria për ta u bashkim shehun, për të fol bashkim djalit me shoht. Ishte këtu. Kur sa futem brenda unë, qohet në kam. Ishte Estref Kelmeni. Më thonë, unë e di që nuk lejohet të jap dorën, nuk lejohet të përqafoj. Edhe i kam dhënë dorën dhe i kam përqafuar Estref Kelmeni. 9 veta ishin atje. Një nga ato 9 i shkuti letër kryetarit degës brendshme të Arrashenit, Selim Lazës, edhe drejtorit të burgjeve dhe Mire Kristafit. Edhe niset një ekip i madh, edhe u përforcove që më thonë ke zburduf në klasë, më bën edhe një herë këtu. Përse? Për një dorë që kisha dhënë dënuarit politik, Estref Kelmenit. Due, unë e di që ka histori pa fund. Edhe në fakt, unë e kam thënë vazhdimisht që edhe ana muzeologjike do të jetë shumë objektive. Dhe rrëfimet tuaja janë shumë interesante. Nuk e di, a ke mbajtur një libër shënimesh në gjë që ta mendosh domethënë kështu. Ke shënime për shembull që ta mendosh, okay, të bëj diçka për spaqen, sepse ka nevojë nga ky këndvështrimi. Jap shumë të drejtë, por unë nga kultura që ditën e parë që kam shkel në Spaq me 3 maj të 85-ës, unë kam mbajt ditar. Çdo ditë, për gjithçka. Dhe fatkeqësisht, ndrova 2-3 herë shtëpinë. Nuk e di se ku ka përfunduar ditare. Kam kërkuar tani edhe deshat ti në nështrohem, tamam të ulem të shkruajmë gjë se tani s'kemi gjë tjetër, se unë 81 vjeç jam. S'kam gjë. Edhe nuk e kam, nuk e posedoj. Më vjen keq. Edhe për ta mbyll, ka një gjë domosdoshmë. Pavarësisht që keni qenë drejtim të komandës në atë kohë, pavarësisht, dhe çdo kush që ka qenë fund ka zbatuar ligjit e kohës dhe nuk e ka tepruar, i dukesh natyrë liberale që e qenë në atë kohë. Domethënë vjen pa atë pengesë nga i herë që quhet në subkonsciencë e ndërgjegjes njerëzore. Kështu që kur vjen Spaq, me qa shoh ti nuk vjen me faktin që ke ndonjë mëkat mbi shpinë. Kushdo që ka në gjë, sa do pak, do më vinte shumë mirë të më thoshte. Dhe më vjen keq që edhe sot e kësaj dite, mas 20 vjetësh, edhe dënuarit, ordiner dhe politikan, kush më manë men ato që jenë gjallë që jetojnë, nuk më thonë në emër, po më thonë komandant. Edhe mu më vjen zorë. Më vjen zorë, kur më thonë kështu.
jam i vetmi në Ministrinë e Brendshme që në proceset demokratike me uniform policie kam dalë me 2 gishtat lart në çdo miting që organizonte opozita. Ja, sa e viteve 90-91. I vetmi oficer me 2 gishtat lart. I vetmi oficer që u bëja thirrje policëve të mi se isha në forcën e shpejt, kur ktheva nga spaçi atje, i kërkoja që asnjë njerit mos ushtroj dhunë ndaj njerëzve përpara. Sa ti është vllai, është motra, është nëna, është baba juaj përpara. Shumë bukur. Isha këtu nga zemra e ish burgut politik Spaçit, mendue Fufin. Nga Ulza. Nga Ulza, pra. Ulza. Okej, nuk është nga Ulza, jeton atje në Ulza? Ja, kam 60 vjet. Je në Tiranë, kam 60 vjet. Shumë bukur. Okej, falenderoj shumë. Falenderoj shumë edhe për sepse është kontribut sot tek bunkeri për te maskave, që është shumë interesante. Është një aktivitet shumë i bukur, muzeologjik, është i bukur. Kështu që ti ke dhënë kontributin sot, kontributin tënd. Dhe të falenderoj shumë. Preng, ka qenë punëtor operativ. Tregon për një punëtor se si është lidhur me tel atje në Mëngjer, me tel, edhe unë thotë i voqa telat në moment që erdhi këtu, e këshillova dhe pastaj filloi të punoj, sepse realisht ishte një kalim i drejtës ligjore për krijuar një dënor me tel sepse nuk është futur punë Mëngjer. Është duke fol për vendin e takimet me minuta, me orë, dhomat e takimeve speciale. Ja u tregova pak a shumë. Pra ne i them që muzeologjia duhet rrujë siç ka qenë, asgjë nuk duhet sumatuar dhe lustruar. Tregonin, pra mjafton të futesh këtu dhe të kuptosh mirë anën muzeologjike Kombrelej. E falenderoj shumë Arnenin, absolutisht për gjën e bukur që ka bërë. Kështu pra rrëfenja të tilla ka gjithë apo janë këtu. Pra këtu është ndoj që intervistova unë, ndoj që ka qenë zëvendës komandant. Zëvendës komandant këtu. Por të them për Estrepin që në rrëfej aty. Estrep Kelmendit. Ja do tregon kur bëj operacionin në spital etj. Pra ai rrëfim që ka që është në intervistën që unë bëra, është edhe këtu. Pra një farë mënyrë tani, kjo për bën anën muzeologjike shumë veçantë të komandës. Sepse këta njerëz nuk kanë qenë thjesht atje që funksionin vetë me njëri tjetrin, por kishte një komandë kryet. Ama më pëlqen shumë i gjatë se këta gjitha që kanë pranuar që të kenë maskë, kanë pranuar të rrëfejnë, ata nuk kanë mëkate mbi shpinë. Se po të kishin mëkate, nuk e vinte këtu maskën e vetë, sepse në atë moment që vjen e shet një shqipëllosë politik i kohës, nëse e ka torturuar ti me rast, vjen edhe ja shkatron maskën këtu. Çdo me ligju, pra kjo është shumë e rëndësishme. Ja po na pyetje ndoj që a ndjen në vetvete një lloj mëkati brenda në subkonsciencën tonë, kur tash sa vite që je, do thotë jo, sepse unë jam treguar njëri kam gatuar ligjit ama të shtetit asaj kohë, ama ka një gjë që unë i kam trajtuar si qenie humane, që në ato. Shumë rëndësishëm ky fakt. Edhe kjo një farë mënyrë, kjo këtu. Mendoj dhe ata që kanë qenë satrapë, janë sjellë në mënyrë satrapë në atë kohë, mendoj që të vinë shohin shokët e tyre, që s'kanë ndikaluar ligjin dhe nuk kanë torturuar askan. Shumë rëndësishëm ky fakt. E shih pjetrë të fizikë. Ja, e magari se pjetra është ikone. Është ikone pjetra, ka njëri kjo. Po, a tu fol për zjarmtarët, so kam qenë një zjarmtar. Po, shi që thot Pjetër Tusi, Pjetër Tusi nga Oroshi, legjendë, e marrim me mirë. Po ta ndjek jetë se çfarë ka thënë Pjetër. Shiko që thot Pjetër, ky ka qenë restoranti, edhe klubi ka qenë atje poshtë. Dhe ky ishte banakjer, po banakjer kështu, ishte shumë liberal. Çfarë bënë? U ka dhënë raki familjarëve ose një zjarmtarëve jepte rakin për ta futur në burg. Dhe vite e bini këtu. Shih. Bashkë ka pas në atë kohë, dhe ai mund të ishte në kokën e burgut vetë, por ka pas njerëz liberal tillë dhe të guzimshëm me boksë gjana ashtu. Ja shumë e bukur, ato më pëlqej shumë, absolutisht kjo sa po më pëlqen perfekt. Gjendele donë,
policë që bënin detyrën, nuk e tepronin dhe i trajtonin ose politik si qenjë humane. Njerëzore. Ti ke qenë nga ato, me je gjithë. Nga fushkruaj. Edhe ishe këtu. Tani unë s'poli me emra, porque di dhe me emra, po polici kanë qenë satrap. E ka përcejtë në të të ciklushti, nësa kanë pas dhe por ishte vetë sistemi edhe jo të malë s'kemi po pak në posizmi një tolerancë, jo ke ushqim, jo ke Zeneli tani përmasha me cilësë mërë. Zeneli tranë. Po, Zeneli ishte aty, në shkodra. Zeneli ka qenë i Burgosë, dhe sot për shumë rrëfen gjithaneja, është që qyrë parë. Shqe to ka qenë vetë në vështirë, nuk ka punë dhe policinë, në sistemi. Minjera ka qenë në 3 turnë është minjera, të nërë, ishte kërë. Sërë ko ata, të tonë minjera, trajtim tjetër, e trajtim pune, ka qenë të vështirë. Edhe imagjinoj që zona e dytë atje, ke Piriti, imagjinoj një Qënë Piriti, aja është shambë. Këtë zonët politikë jo është në po i zonë, i ka problem. Imagjinoj si përjetun përbosit politik dhe në Darkos. Më thanë shumë kesë. Rritët sa me këshorë, sa shkadranë, me një grupë shkadranë, që më thanë që e banë, në fejnë në lamilajtë se të këshorë. Që shko shtitë për nërërë, për në zonë politikë, i kanë bosa të background-in për shlimi, sa shlimi, e një këtarë preventivë. Gjë më bukur që është bërë deri tani këtu ke Muzeu i Spaqit dhe pse është në Rënoja është dita e sotme, absolutisht është nga gjërat më të bukura. Domethënë edhe atje poshtë që pash aktivitetin edhe ke salla Moskva atje ke salla që është nga atje, por këtu në për këto dhomë ku ka qenë komanda, edhe është një moment rrëfimish dhe meditimesh shumë interesante, domethënë sepse janë protagonistët kryesorë, e thash edhe në takimet e tjera që këtu ata që kanë shërbyer sot nuk mund të shihen si njerëz represiv të ligjit të kohës, por sepse kanë zbatuar ligjin, por mbi gjitha kanë treguar humanitet në mënyrën se si e kanë zbatuar. Dhe një prej këtyre që e përmenin vazhdimisht, janë shumë prej gati 30 vitesh që unë vi në këtë vend, që ma përmenin, janë disa policë që më përmenin për mirë dhe një ndër ta është Viktor Kuka. Viktorin e kam këtu, ishte një moment metri që po rrëfente se si ka shërbyer e tjerë me radhë, tani du që trofej edhe për ne pak Viktorin. Viktor, a e kishe menduar që një ditë do vish tu, do të kesh një mask edhe do të rrëfesh për kohë, në atë kohë kur ti ke shërbyer këtu? Jo. Që t'jemi korrekt me bisedë dhe me realitetin, nuk e kisha menduar kur, sepse ideologjia asaj kohe ishte bërmosur në atë mënyrë që ne t'i shërbeshim atij sistemi dhe pa mbarim. Por, me ndryshimin e proceseve politike, se thashtë dhe fillimisht unë kam shërbyer 4 vite këtu, kam marrë në vitin 1985 dhe deri në 89, pastaj jam transferuar deri në punën e breshët Mirditës. Pra këtë se kam menduar kur që do vi një ditë që unë do vi edhe të komunikoj me ju, domethënë për të trajtuar problemin e asaj kohe. Shiko, gjatë kohës që ke si ka qenë perceptimi jot për një burgosë politik? Domethënë kur ke hyrë këtu, i ke pa me idenë që këto janë miqtë e pushtetit, partisë të tjerë me radhë, dhe ne duhet i shtypim sa më shumë të tjerë, apo pas e ke ardhur me këtë ide dhe pastaj ke pas një ide tjetër çfarë ka qenë? Po, unë kam marrë këtu, kuptohet që t'jemi realist, sepse në atë kohë do të kishe domethënë pasurimin politik, pastaj të vinte ana profesionale, se unë kam mbaruar për minjera si zanat, por në këtë perceptimi im ka qenë ky. Unë kur erdha këtu dhe ana ideologjike dhe komunikimi që bëshim me prorët ose me kolegët parës, na e bëshim kaq ekstreme sa që dhe i dënuri fluturon. Dhe më janë kaq të rrezikshëm, kaq ana politike. Por unë sot jam i kënaqur dhe jam i ndërgjegjshëm që edhe pranoj vi dhe këtu, edhe shumë bukur që bën këto emisione, këto aktivitete për të treguar brezave
që vinë edhe këtyre që janë sot që mos ndodhi më kurrë kjo që ka ndodhur. Unë nga familja e kam pas dëmanë dhe babaj më porosit dhe shpesh herë që mos rrif njëri, mos dhunjon njëri. Sepse ti ishe djalë i ri, çfarë moshe ishe këto? 20 vjeç. Pra 20 vjeç me të burgosur politik. Pra këshillat e babait tan kanë qenë mos dhuno, mos rrif. Mos rrif. Parimisht edhe me ligj ka qenë që dhuna ose ka qenë shkeljelishmëri e kështu quhesh atëre, rraja e dënorit. Por edhe ka pas shumë raste që edhe nga pararasit Lazi dhe Lazi din më shumë domethënë nga tjerët se këto pasoja dhe dhuna me tepër ka ardhur pas revoltës 73 siç na thoshin këta nga historia, unë kam marrë 85-ën. Pra ka pas shumë punës policie që kanë dalë në lirim, edhe kanë shkuar dhe ndjekje penale në atë kohë që kishte rreth një dënuar. Pra ishte bë ekstreme. Pra këtë mund ta shikoni dhe ta vlerësoni edhe me të tjerë, por kjo ishte administrimi i brendshëm i komandës reparti, individ veçantë të kishin gjendje emocionale për të duk para tjerëve se si rrifet, si dhunohet i dënuari. Unë kam pas një rast, për shkak në zonën e 4, kam shkuar se isha në rolin e komandës skuadrës që kontrolloshte shërbimet, edhe hap një derë, edhe kur gjej policin, kishte 22 dënuar, ishte zhvesh mes e sipër dhe po i rrifte me shkop gopë. Çfarë bani thënë? Në zonë 4, Në zonën e 4. çfarë thore? Thotë edhe s'kan realizu planin, që vinte sekretari i parkit dhe që kërkohesh plani. Pra unë nga specialiteti që isha teknik minjerash dhe të paktën në teori e njihsha minjer, ata janë në një front avancimesh dhe cikli i avancimeve ishte shpimi i birave, plasja edhe heqja materialit nga ka që ishte cikli i asaj dhe ata s'kishte mundësi më tepër çfarë realizimi sepse aty varet edhe nga forcia shkambit se sa prodhim nxirrte dhe sa avancim mund të kishte. Dhe e nxjerr jashtë ata e thras brigadierin e lirë, se pas domthonë të organizuar në këtë mënyrë, kishte brigadier të lirë, brigadier të ndëruar, kishte normist, ishte organizuar punën në këtë mënyrë dhe i thrasim aty kësaj dhe komunikojmë, pra që ishte një dhunë e pajustifikueshme, barbare dhe nuk e di se çfarë them dhe kam qenë i ndjem dhe kam përmend edhe në biseda edhe me shok, dhe man kam qenë shumë i ndjer keq. Jo se komunikova me komo, i thash atij kolegut, ajo mos mang kështu sepse ishte puna dhe për ta ndëshku, unë ndova që ta ndëshkoj pak me fjalët e mia. Këto probleme kanë qenë, dhuna ka qenë sistematike, fizike dhe psikologjike, këtë dënorit. Unë kam pas një rast, për shembull, ka qenë një mos klas me emra me dënorit, se nuk më shkon kjo te u përmend emra këtu. Ai është pedagog në Shkodër tash, dhe i vjen familja tash në këtë anën humane. I vjen familja këtu, e ama dhe i vllai, edhe nuk ishin bërë takim sepse kishte takimet ndaluara. Takimet të miratuara, edhe në mes tyre domethënë që s'kishte as të ndaluara as të miratuara, sepse ka që ishin dhe ato relatat ose organizimi i komandës. I them po ju këtu, kalovën aty, thotë ki merr për takim, thotë që në gjithë thotë mos kemi bërë takim. Ishte një plak moshatare, rreth 70-80 vjeç, mund të them në atë kohë. Edhe shkoj ke oficeroi, s'ka qenë një oficeroje, njëri mirë, po e përmend për mirë, Bakia Xhillari. Edhe i them, ora, është një familje, i them atje, them që për takim është një plak e vjetër. Më thotë mua e njeh se pyetja për herë, bosh atëre ai njeh. A kupton? Po edhe po ta njihsh atëre do thoshë mos e njoh. Sepse ishte frikë. Edhe i them që si thotë, a do të më bëj takimin, thotë nuk ka, shikoj edhe ka rreth takim ndaluar, se mund të ishte i ndaluar takimi, mund të ishte dhoma izolimi për arsye shkelje të ndryshme brenda, sepse kishte edhe dhoma izolimi këtu. Mëna për mëna. Para në burg dhe kishte edhe dhoma izolimi për shkelje që bëshin. Më thotë nuk ka si problem, thotë, a do më bëj takimin? Po i them po. Thotë fol me komisarin e reparit. Kuptohet, në atë kohë kam qenë sekretari i veterinisë një 2 vite i dekës mëshme, edhe kisha edhe relatat me komandën, kisha afërsinë me komandën më shumë. Edhe shkoj aty ke dhoma, ka qenë zyre komisari, ka qenë zyre sipërme, e përballë. Edhe bie derës, futem aty dhe i them, "Hare Viktor", më thotë, "Mo ishte kohë, mund të them si dimër." Edhe për me ne se si spaqe të dënuar pak a shumë kemi qenë gjithë këtu, për vetë pozicionin që është. Edhe i them jo, s'ka marrë, ne i them kam një problem. Çfarë problemi kemi thotë? Them është një familje, aty është një grua dhe ata ishin nga Velipoja. Është një plakë vjetër, them me gjithë djalë do kanë marrë për takim, thosh që në gjithë s'kan bërë takim. Edhe shikoj se dukesh post lloku, ka qenë post lloku atje, edhe dukesh nga zyra. Edhe shikoj po, më thotë mua. Thotë po, do më bë takimin, e jep thotë mua. Jo, e thash si një, thash, vetëm se po më dhimbse. Më thotë mua, po do më bë takimin, po i them. Ishte vonë. Pra kishte kaluar dhe afati orari takimit se ishte deri në orën 3.
Mirë, më thotë, më shkoj bani, thotë, shiko atje në qëse është i ndaluar, është dhoma izolimi. Ka është i ndëshkuar që të mos bëj takim për shkelje ose për realizim plani, thotë, s'kemi që me mëndu, se është pa probleme, thotë, bani. Shkoj unë kovinceri, thëmë që shumë, thash, mere telefon për korrektes, jo, thotë, unë besoj ty. I bën takimin ati. Dhe e kam taku personin mas 15-20 vitesh, edhe për shkak të punës, se shkova për një altimin, mas e te projektu në këto, shkova për një altimin, për të taku të një altimin, më thotë, are, komandant Viktori, a ishte me të flok gjata kështu, mas shoqërisht e them dhe emri, është njëri shumë i mirë, pozitiv, ka qenë dënuar këtu, për aty varatisje, agitacion rogat. Qa problemi ke ardhi, thash, kam vajzën këtu në universitet. Më thotë, am një muja, i thash. Qës mje, më thotë, ja, i thash. Në punë, thash, kemi qanë, se kuptoj, kam prunë polici rrugojt, 20 vjetë, kuptojt në i gjobë kështu, thash, me veti, erdha për zhjith problemin dhe rash keq. Më thotë, ti a i thotë që mu më ke po 2 nera jetën tim. S'maj me thash. Më ke po i takim, thotë, në vitin 1987, që s'kam pas takim miratun, thotë, më ke fut nano dhe vlajt, takim, thotë. Atë rasin tjetër se ma shamen ke kalu, thotë, se i dënuarit, i ndishte pjesën më të madhe të kohës, si person dhe sektor operativ dhe komanda, që ta ndishte policit të dënuarit në takimin që bënde me familjen, bisedën. Ke ardhë njerë dhe ke kalu aty, tha, edhe i ke thënë polici që vazhdojt i ke shërbimi lirat a familjarët, mbeti, e kupto, kash. Ajo ka qenë instinktive pa këshullë, pa në Nuk po e zjas më tej me Vitorin, po për të thënë një gjë, domethënë sa e rëndësishme është në këtë jetë, edhe në momentet më të vështira, edhe kur ka diktatura, që njeriu tregohet njeri, sepse e mira dhe e keqja kujtohen. Tani Vitori, një polici shkëlqyer, absolutisht edhe sot, po sidomos në atë kohë, dhe vlerat njerëzore janë këtu, ruhen, konservohen vlerat njerëzore, kështu që Vitor më vjen shumë mirë që ti nuk ke asnjë mëkat për të ardhur për të rrëfyer dhe gjërat dhe mbi të gjitha për të shërbyer muzeologjisë së Ish-Burgut të Spaqit. Falenderoj shumë, sinqerisht falenderoj. Faleminderit edhe unë kërkoj një ndjesë në mënyrë kolektive për të gjithë ata që kanë punuar në përburgje në atë kohë sistemi, me faj o pa faj, kërkoj një falje kolektive për ato që kanë dorë për dhunë fizike, psikologjike, për çfarë kanë ndodhur atë kohë. Shumë faleminderit Vitor. Shikoj, çdo gjë ngaherë nuk flitet për ata që i bëjnë këto gjëra të bukura. Edhe kjo gjëja nga më të bukura që kam pa deri tani, tash 30 sa vite që unë vi në këtë vend, është bërë sot. E them me kompetencë si njëri që jam marrë me kulturën dhe e njoh goxhat trashëgiminë kulturore. Është Arnen Sula. Arneni më ka ftuar tek bunkeri, edhe masat atje, meditime që u bën, reflektimi audiovizual e tjerë, promovimi i librit, filmi që u dha tani, ishte një gjë fantastike. Arnen, ke punuar shumë për këtë gjë, ha? Me thënë drejtën, kur marrë fjalë kaq të bukura, e harroj totalisht atë punën që është bërë pas. Kemi punu goxha, jo vetëm unë, se jemi një ekip goxha i madh, edhe bashkëpunëtorësh të jashtëm, po ashtu edhe stafi tek bunkerit. Kështu që nuk mund t'i marrë kurse si unë meritat për këtë, pavarësisht se ideja ka qenë e imja, po sigurisht që mbështetjet nga stafi edhe nga bashkëpunëtorët kanë qenë pika më e fortë në fakt e gjithë kësaj iniciative. Si do të kam një pyetje. Çfarë moshe je ti? Unë jam 34 vjeç. 34 vjeç. Pra që ti nuk e ke përjetu burgun e Spaqit. Si je njëri, je kohës pas 90-s. Po s'ke qenë atë. Po, s'kam qenë. Tani, nëse nuk do ishe përfshirë në këtë projekt, a do të kisha njoh pulsin, shpirtin e Spaqit? A ke hyrë në detaj, sepse këto gjëra të bukura që ke bën normal, nëse nuk hyn shpirtërisht. Me thënë të drejtën, unë kam hyrë vetëm shpirtërisht. Sepse nuk është se kam fitime të mira, domethënë nga kjo, unë kam bërë thjesht për dashuri, për shpirt, për t'i ngel njerëzve diçka. Edhe ndoshta e keni vënë re, ekspozitat do jenë përgjithmonë këtu bashkë me zërat e ish të përndjekurve, tani më edhe zërat e stafit e Spaqit. Kështu që është e gjitha e bazuar në dëshirën e mirë edhe në dëshirën për të lënë diçka.
si filmi, si libri, si ekspozitat, janë gjëra që i mbesin shoqërisë. Edhe kjo ka qenë në fakt, le të themi, shtysa më e madhe. Domethënë sepse po lëm diçka pas. Pra, është shumë, shikoj, a e meritonte spaci duke qenë muze të ishte në këtë gjenje, që të mos ishte bërë muze, Sigurisht që jo. me që ke hymrena, ke njohjen e duhur, a do të ishte një nga muzet kryesore të kujtesës në Patjetër që Shqipëri, po. dhe të ishte i pari për të bërë spaci. Patjetër që po. Domethënë unë nuk di ta ndaj a duhet ishte ky vetmi, sepse kjo gjë i mbetet ta thonë ishte burgosurit, se unë jam totalisht i jashtëm në këtë gjë, sepse me këtë që kam folur, keq e thonë dhe për burgun e Burrelit, ka pas edhe kamp pune në Ballç. Domethënë unë nuk di ta ndaj këtë, por që mendoj që spaci është një ndër pikat më të forta që kemi si Shqipëri. Shqiptar. Po. Se në fund fundit një revolt e kemi vetëm këtu. Po, edhe në fakt ngritja e flamurit. Po, edhe në fakt është edhe revolta e parë në jo vetëm në Burg, po në gjithë shoqërinë shqiptare. Gjithë shoqërinë shqiptare, po. Është e jashtëzakonshme çka ka ndodhur këtu. Pra ne po them që kjo spaci kështu. Edhe nuk du të lej pa përmend fakt që absurdi edhe i revoltës ishte varja e qenit me gjyq, domethënë Varja e që- qenit, po ka qenë qeni që të artit, që është kështu, nuk di, domethënë Okej, shumë bukur. Tjetër që duhet të thënë është kjo. Domethënë nëse çdo projekt që është punuar, është marrë, se në emër spaçi janë marrë shumë projekte, në emër spaçi. Po janë marrë projekte dhe nuk kanë asgjë. Domethënë nëse do ishte bërë kaq sa ka bërë Neni, e them prapë, e them me kompetencë Neni, nëse do ishte bërë kaq sa ka bërë Neni, këtu ky muze sot do ishte i plotësuar. Sepse po të vëmë re ti vetëm rrëfimet që ke marrë, janë libra në vetvete, gjithçka që ke aty, ke masa, edhe sot që pash. Dhe dyta gjëja që mendoj unë, që ke bërë sot e veçanta është, këtu një që kam kate nuk vjen dot. Nuk vjen dot. Sot kanë ardhur zëvendës komandanti i Burgut, rrethej aty ndoshta rrëfim, kanë ardhur policë me radhë, sepse nuk kanë mëkate. Një farë mënyrë ti ke ndikuar dhe subkonscienca njerëzore dhe ana shpirtërore atyre që s'kan mëkate për të ardhur. Ai që ka mëkat nuk vjen dot këtu. po patjetër, e thash edhe tek hapi, në fakt. Ne për të arrit numrin 35 personave që kanë qenë administratë e spaçit, kemi takuar në mënyrë direkte dhe indirekte rreth 100 persona. Pra vetëm 35 kanë pranuar. Po. Pra se kanë mëkate, nuk vjen dot. Pikërisht. Pikërisht, kjo është gjë e bukur. Kjo është. Se pra ne, e kemi thënë shpesh herë, spaçi është si Meka e faljes. Dakor, ti faktikisht ke ndikuar fort në këtë gjë. Për herë të parë në muzeologjinë e burgjeve politike, ky burri që është tonë, unë e shmoj shumë Arnenin, ka bërë një gjë shumë veçantë, unë falenderoj me zemër. Shumë faleminderit. I bari. Ky ishte edhe emisioni për ditën e sotme në Kuvend, në Akrolis TV, nga burgu politik, ish burgu politik i Spaçit. Besoj që keni marrë informacion, besoj që çdo njeri kur ndjekte krijon një lloj mendimi dhe perceptimi se çfarë ka ndodhur në burgun e Spaçit, por mbi gjitha dhe reflektimin. Unë e falenderoj shumë Arnen Sulën e Tek Bunkeri që ka bërë sot një nga eventet më interesante, më prekse që është bërë tash 30 e sa vite tu në trollin e ish burgut politik Spaçit ose ndryshe i quajtur si Gulagu shqiptar. Nga unë Gjergj Marku për të riparë sërish ditën e premte.